Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama i interpretimit javor. Pasi lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 kupat, 3 monedhat, 2 shkopinjt, krye për ftoresha. Ju hyni në këtë javë me 2 kupat, që nënkupton lidhje, bashkëpunim, një ndjenjë që nuk jeni vetëm. Pastaj kemi 3 monedhat, që flet për ndërtim, bashkëpunim praktik, diçka që po zhvillohet realisht. Me 2 shkopinjt ju jeni në një pikë vendimi, sikur po pyesni veten, ku po shkoj më tej, cili është drejtimi im, pra po planifikoni, po mendoni. Dhe në fund kemi krye për ftoreshën, që nënkupton intuit, ndjesi të thella, sekrete, përgjigje që nuk vijnë nga jashtë, por nga brenda jush. Kartat këshillojnë se ju duhet të dëgjoni atë që ndjeni, jo vetëm atë që shihni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 8 monedhat, 9 shkopinjt, faqa e kupave, njeriu i varur. 8 monedhat flet për përpjekje. Ju po punoni për familjen tuaj. 9 shkopinjt flet për lodhje, për mbrojtje, por edhe për qëndres. Faqa e kupave flet për ndjenja të buta, të pafajshme. Shumë e mundshme për ju mund të jetë edhe për një fëmijë, ose për një energji të pafajshme, siç thash, që është shumë emocionale. Njeriu i varur flet për pezullim, gjërat nuk lëvizin, kërkohet durim, ndryshim perspektive. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos prisni rezultate të menjëhershme. Ajo që po ndërtohet kërkon kohë dhe durim. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 5 monedhat, rrota e fatit, mbretëresha e kupave, 10 monedhat. Dashuria për ju këtë javë nuk është lineare, është një udhëtim emocional shumë i thellë, ku ju kaloni nga një ndjenjë mungese në një mundësi shumë të madhe për përmbushje. Ju filloni me 5 monedhat, që nënkupton një ndjenjë mungese. Ndoshta dikush nuk është aty, ka mungesë vëmendjeje ose një boshllëk emocional. Mund të ndiheni për shembull sikur ju po jepni, por nuk po merrni aq sa keni nevojë. Dhe pastaj gjithçka fillon të ndryshojë, sepse vjen rrota e fatit dhe ajo këtë nënkupton një ndryshim të fatit në mënyrë të papritur. Pra ka një kthes, diçka që ndryshon papritur, një zhvillim që nuk varet vetëm nga ju. Mund të jetë rikthimi i një personi, për disa mund të jetë ndryshim në sjellje, për disa mund të jetë një mundësi e re që hyn papritur. Më pas kemi mbretëreshën e kupave. Nëse ju jeni femra, atëherë kjo ju përfaqëson juve. Nëse ju jeni meshkuj, përfaqëson dikën në jetën tuaj që është shumë e ndjeshme, intuitive, e dashur, e dhemshur, e përkujdesur, por shumë e thellë emocionalisht. Dhe këtu ju nuk jeni më në mungesë, sepse ju jeni në fuqinë tuaj emocionale. Dhe më pas kemi 10 monedhat, që nënkupton stabilitet, familje, diçka që ka potencial të jetë afatgjatë, pra një ndjenjë sigurie reale. Pra, ju filloni duke ndjerë mungesë, diçka që ju lë të pasigurt emocionalisht, por më pas ndodh një kthes që ndryshon dinamikën. Dhe ju riktheheni tek vetja juaj, tek vlera juaj emocionale. Dhe kjo hap rrugën për një lidhje më të qëndrueshme dhe më të plotë. Por ku duhet të keni kujdes? 5 monedhat nuk zhduket pa u përpunuar. Nëse hyni në këtë ndryshim duke mbajtur ndjenjën e mungesës, mund të kërkoni më shumë se ç'duhet ose të friksoheni nga humbja. Prandaj kartat këshillojnë se ju duhet të mos hyni në këtë fazë të re nga frika, por nga vetëdia e vlerës suaj. Kur e dini çfarë meritoni, më besoni se lidhja stabilizohet natyrshëm. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbreti i shkopinjve, kalorësi i shpatave, mbretëresha e monedhave, asi i kupave në të kundërt. Në punë, mbreti i shkopinjve nënkupton autoritet. Pra, mund të jeni ju ose dikush tjetër në pozicion shumë të fortë, leadershipi. Kalorësi i shpatave nënkupton debat, komunikim të fortë, pa filtra, një shpejt, i vrullshëm, i prerë. Mbretëresha e monedhave
është një figurë femërore. Për disa mund të bëhet fjalë edhe për para, por unë do të i mshoj shumë faktit se është një figurë femërore. Dhe asi i kupave në të kundërt flet për bllokim emocional. Për disa mund të ketë një përplasje me një grua në punë, sepse duke qenë se ka dhe një mungesë kënaqësie me asin e kupave në të kundërt. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos reagoni vetëm nga impulsi. Jo çdo konflikt kërkon përgjigje të menjëhershme. Disa kërkojnë thjesht qetësi. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Energy. Kjo është shumë e rëndësishme për ju, sepse ju duhet të dini ku po e jepni energjinë tuaj, kujt po i jepni rëndësi dhe çfarë po merrni në këmbim. Pra, energjia juaj është shumë e çmuar. Mos e shpërndani aty ku nuk kthehet, sepse kjo është një javë ku ju jeni të lidhur me të tjerët, por në reflektim të brendshëm. Në familje kërkohet durim, në dashuri kaloni nga mungesa në një mundësi shumë të bukur, stabiliteti. Në punë ju përballeni me tension, që unë i mshoj faktit se mund të jetë me një grua, që mund të ketë shenjë toke ndoshta për disa nga ju. Dhe në fund ju kuptoni që ajo që ndryshon gjithçka nuk është situata, por mënyra se si ju e përdorni energjinë tuaj. Paçim!